E di që kam kuptu një gjë nga ju? Me këtë momentin tani? We don't care. Kam kuptu që Sweet wet dreams. juve ju interesojnë vetëm momentet e kamerave, edhe as nuk ju intereson me asnjë moment, kur kaloni që shihni njeriu, pikën e gjumit ma prishë, po qaj të folë a je mirë, as je mirë. Çfarë poezi? Çdo gjë vetëm për efekt kamerash, edhe momenti që po flas unë tani këtu, po bëni sikur s'dëgjoni fare, dhe e kam vërejt shumë mirë, që i bisedoni ata bisedat, mos ja varim, mos ja bëjmë, se mos i japim vëmendje, mos i japim kështu. Nivel sa njerëzor që jeni, aq edhe jo njerëzor jeni. Se dole gjithë atje, edhe pat një atje të shtriru, dhe gjithë dole për jashta, dhe as nuk më ftuat fare që dal, edhe për kundrazi që e dini, që kjo situatë nuk është një nga situatat normale, që po përsëritet për herës dytit e unë. Që fjale doni me udall, me u prek edhe të gjërat personale, edhe me u prek të stiqin. A je mirë, bebe? Kur kalut aty, pse asnjëri nga ju nuk u kujtun thoni, Alba je mbështet aty, hajde pije një cigare me ne. Mu mungojnë 20 cigare që mi ka marrë dikur të rofti pridh personal jemi. Po shumë mirë. Çka më bota shumë flas për situatë emocionale. Po fol personal, s'ka lidhje. Lena Xhomalla i le flem se edhe kur kaloni kur e shifni njeriu që mund të jetë mërzit, edhe që është mbështetur vetë, asnjëherë as nuk kujtoni Alba, hajde pak me neve. Thuaj në shqipe. Vetëm efekt kamera, që tani këta ikjet që po i bëni një nga një, e bëni gjithë në plan, me shikime syri, që fjala, hajde t'ikim se mos i japim vëmendje kësaj. Gjithë janë duke bërë këtë gjë. Sweet wet dreams, bro. Jo gjithë, Nobody cares, nobody cares, e di që nobody, se këtu keni ardhur për lekun, edhe për famën, nuk keni ardhur për një zillokun. Derisa erdhi edhe momenti që ti nxore mu edhe lot krokodili për ta rregulluar vetën. Unë ta rregulloj, pa sharop ta rregulloj. Vazhdoni shumë bukur se po e vërtetoni vetën. Vetëm po ikni, se fjala mos me You only steal personal things, is you not regulimi, ti nuk regulimi bja kalifa, ti nuk esh niveli. Niveli jo ti është e petrol, ti është niveli petrol. Shkon dziri lotët e njerëzit e tjeri, vetëm një njeri që ndalë është vetëm labi. E as kush nga ju, nuk erdhët kur pat aty, Prishtina Retankar bëjmë për vete. Gjithë kalut aty, edhe asë njëri nuk tha, ajde Alba bashkë me ne pije një cigare. Sepse ju mendoni se vetëm ju keni ndjenja, vetëm ju keni ndjenja dhe as kush tjetër. Gjithë kalun aty, edhe as njëri përveç te nuk u ndalu që në kërkoje. Ti po mendon? Edhe unë jam njëri. Ti po mendon të çdo gjë u bë për vëmendje, po? Kush? Po. Kjo aksion u bë për vëmendje. Kush ky aksion për vëmendje? Gjithë aksioni. Cili aksion? Ky aksioni tash. Po mendon që u bë për vëmendje. Cili aksion tani? Snitchi edhe gjithçka. Tha që u bë për vëmendje. Apo? Jo, nuk më kupton. E di çfarë kam kuptu këtu? Sepse i kam dëgju, pasha zot i kam dëgju palesa herë gjatë ditës flasin. Në rast se këtu një njeri ndihet keq, e bëjmë bisedën, mos japim vëmendje kësaj dhe vëp ikin. Rast se kam unë një hall ta them, sa e nis ta them, tikim se mos japim vëmendje. Tani edhe unë jam njeri. O përderisa po them që jam origjinale nga dita parë deri këtu, edhe unë i ndjej raportet me njerëzit. Po. Tani stiqi është emocional për mua, edhe unë nuk doja ta bëja dramën se e kthyn se s'patën guximin me mbajt, se po ta bani, po kishin guximin me mbajt, edhe mos e nxirnin, edhe unë jam e bindur se erdha unë e hapa derën dhe e gjeta stiqin. Dhe tani unë mbështeta aty anash. Në rast se unë nuk nxjerr lot, kjo nuk do të thotë që unë nuk mërzitem edhe nuk prekem. Ama të vinë gjithë grupit kalojnë, edhe më shohin që unë jam mbështet vetë aty, që i kanë gatuar xhumit, edhe vetëm fakti, hajtë mos i japim vëmendje kësaj, për efekt kamerash, më nuk më duket normale se njeri jam. Po, e vërtet. Nuk bëhet çdo gjë për audiencë, për lekë dhe për famë. Se po dua unë e gjej mënyrën time si t'jem qendër vëmendjes. Apo jo në aspekt njerëzor, ata të kalojnë gjithë grupi, kalojnë gjithë, bam, 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 më panë që isha aty, dhe në asnjë moment përveç teje nuk u ndal aty. Nga persona që kalon këtu. A është normale kjo? Po ti tu jap vëmendje. Ama është normale kjo, nuk më intereson kjo pjesë, kjo është raporti ndërsjellët. Se nuk është as di. Më thuaj, a është normale kjo? Vetëm ti u ndale nga gjithë persona që kalon. Sepse për ta çdo gjë është vëmendja, çdo gjë është fama, çdo gjë është leku. Isha e mbështet me vetë aty edhe unë jam njeri. Po ta kanë kthyr. Ka treja, jo nuk më kupton. Tani unë mbështet aty i kanë gadoa xhumi se s'po i duroja ato të qeshurat e tallurat. Nuk e bëra namin që po qeshnin në portale me këtë situatë. Erdha këtu, më dëgjoj pak, erdha këtu.
Tani kalonin gjithë me ranë se ti beni si ishe, kalonin gjithë me ranë një nga një, më shifnin që isha mbështet të divani, edhe në asnjë moment nuk thanë, Alba hajde me ne. Sepse këta mendoj që vetëm këta mërziten, këta mendoj që unë po nuk derta lot, edhe po nuk e agravova kështu në maksimum, unë për brenda jam e pathyshme, unë jam okej me vetën time, pse se funksionen kështu. Hajde neve, mos i japim vëmendje kësaj, edhe kjo është kur është veçma se e mërzitur, pse? Se mos i japim vëmendje, mos i japim mundësi, mos i japim gjëra. Jo më vlla, nuk vuj unë m'japim vëmendje njerëz të tjerë. Po qëre, njëjtë si kur ti që ke bo lojen me qërshafa, edhe këta e kam bo me edhe nuk e bëra nami të qërshafat. Se bëra unë me qërshafa. Mëse merë shumë Stiqi është emocional. Jo, stiqi është emocional, se ti në rrasë nuk e kupton që përfaqëson stiqi për mu, unë e di dhe ju a kam bot qartë. Me dije, gjithë e kuptojnë se qarë do të stiqi për mu. Rasa ata nuk ka një arusht vetin që të kem një kujtim nga një njeri që e du shumë, edhe që nuk kam kontakt nga 3 javë, edhe që po e vuj çdo ditë akoma më shumë. Kjo nuk do të që peshkiri krahasohet me stiqin. Edhe unë kur i mora peshkirët, i mora për gjithë, edhe vetës time ja bëra autogol, se doja t'i shafer. Nuk besoj që dikush ka dosh me të prek emocionalisht. Ata e din që prekem emocionalisht. Ata e din që prekem. Përderisa ika nga dhoma gjumit, që isha nga të qeshurat dhe nga gjëra që ika nga dhoma gjumit, edhe vazhdun akoma më shumë. Përsa ta ira dhe thash është thjesht loj. Nuk është thjesht loj, nuk preket e disa gjëra. Tani, jo stiqi, nuk ma kupton momentin tjetër. Unë bështeta atje se ika nga dhoma gjumit, se u mërzita. Nuk e bërat madhe ika, se thash okej, ma këthyn paktën. Ma këthyn. Prap se prap, Olba. Erdhën këtu, pasha zot, ti e pe vetë, kalun gjithë një nga një. Ku shumë dalë aty, më thot Alba hajde me mu të pinë cigare, se nuk është era parë. Unë dalë ri aty, tjere dalë, Alba, hajde këthemi këtu, ulemi këtu, njëria. Kërkush nuk e thiri kërkon, thjesht krejt jo ndalë automatikisht. Po, ama ti kur më shef mua aty, jo, më beso. Gjithë me shikim syri, bëjmë planin njëri me tjetrin. Më beso, pashat zot, më beso, pashat zot, se ti sa ke ardhi ri. Nuk është as personale, nuk është shumë personale. Më beso, pashat zot, se ka 3 javë që po i shof. I këti mos ja varni kësaj, që mos i japim vëmendje. Nuk është as personale. Do po flas diçka serioze. Pedi. Edhe jam në gjendje serioze. Pale sa herë ka ndodhur edhe nuk e di sa do vazhdoj, edhe nuk e di prandaj po thonë se merr atë shumë ofër zemrës. Jo më se merr, po tash edhe unë jam njëri, pas 3 javësh në krye ditë natë duke i parë këta gjëra. Njërë kështu. Shofi njeriu veçmas, e lem veçmas, pse? Se mos i japim vëmendje. Se kjo e merr vetë vëmendje.